Jyti për përzi qëllim shumë garat me molla, jo. Sa nuk ki nevoj me vërtit. Kur ja pa të shplaz një kamion që mërë Ministrit Ekonomisë Bleran Stavilecit. Sa i përket Kosovës së re, Kosova re duhet ta sqarojmë nuk ka pasur ta zavendësoj importin. Kosova re është dizajnuar në atë mënyrë që të zavendësoj kapacitetet aktuale të energjisë elektrike dhe kjo nënkuptonte që çmimi i energjisë, cilin edhe sot merret 29.5 përkatësisht 33 euro për megavat, do të kthente në 85 euro që nënkupton gati fishim të çmimit, pra dikon 4 milion megawatt në vit do të bleshin me atë çmim. Dhe kjo është arsyeja arsyeja kryesore pse është kundërshtuar dhe është bërë mirë që është kundërshtuar, pasi që kostot do të jetë shumë marramendse. Kthimi i investimit ishte para parë dikon të bëjë për 6 vjet që është abnormale, plot çështje, plot skandale. Një argument mandej po shkojmë te tjetri, urna 3 sekonda këtu. Kjo është hajgare. 80 euro që ka pas çmimi maksimal me qenë. Kurse Kosova, po në 2016, 2018, në 2000 po flasëm, a i ka pas më kryin 2025. E në 2025, Kosova ka ble 600 euro, 800 euro. Edhe ka ble nga dur, ton pedin ku, nga qendra regionale që e kontrollon në rrymën në krye me Vukhamovicin, e i cili në 2017, po se kështë përfundu një termocentral dhe ai kishte nevojë për me plasu me një treg, e cili është ai tregu i Kosovës, sepse në Kosovë ka politikan që nuk lejojnë më ndërtu Kosova re dhe blejnë rrymë prej Vukhamovicit. Qarova shumë qartë, do të thonë nuk bëhet fjalë për mbulim të çmimeve të importit, por bëhet fjalë për mbulim të kapaciteteve aktuale, të cilat vazhdojnë me prodhu me 30 euro, me shit me 30 euro për megawatt. Do të thonë nuk ka të bëjë me çmimet e importit në këtë rast. Na mundna mi miksu sa dojmë, po bëhet fjalë për kapacitete të cilat do të zavendësonin kapacitetet aktuale. Kjo është skandaloze, sepse do të trefishojë çmimi i energjisë elektrike. Do të thonë dikon një përqindje shumë e vogël e energjisë vazhdon të importohet. Fjala e Janinës Vishpak. Fjala e Janinës, pastaj Lorikut, urna. Nuk ki nevoj me vërtit. 141 euro çmimi i realizumi i importit t'i flet për 80 euro. 259 milion euro ke pas import të rrymës në Dogon. A je shumë e padijshme, pse mikson importin me kapacitetin vendor? Unë po thëmë sa jetu e importu, sa jena të e pagu. Jyti përzi qëllim shumë garat me molla, jo. Qëllim shumë një ka i përzini. Do me thonë po flasim për çmimin që e blen prej Kekut, qatë kapacitet ka pas me e zavendësu termocentrali Kosova e re. 400 megawattet e parë kanë pas mu blej prej Kosovës re. Ti mund është me forë që ka thonë partia, me forë për shka realiteti është 141 euro. Realiteti është shaj për që zdim i dalu çmimet e importit prej çmimeve vendore, unë s'kam fajqin. Viktor, lele ta përfundon, mande e ki fjallin. 3 sekundat e tu Janin deri në fund. As Kosova e re, as një burim tjetër nuk e ka pas qëtë çmim 141 euro pik 67 cent, kur në Hupex ka shku 108 euro për megawatt. Pra najna të ble shumë ma shumë, se sa që jo paramendu me gjdo burim 3x3 me kapacitet nacional të ngjillit, për shkak që olon Kosova në çmim tregtie në pazar ditor të importit prej qeverijës. Ka të ki që thu 80 euro, 50 euro. Çka të folsh? Për çmim, del veç ma keq. Koha. Do më thonë në prapë, duhet me sharu, shqip. Do më thonë, bëhat fjalë, është ka pas, do më thonë, ka pas, mos mu marë energjia prej Kosovës A dhe prej Kosovës B, po energjia ka pas mu marë prej Kosovës C re. Pjesën matë madhe të kohës, do më thonë, nuk ka nevoj për import fare. Importi zakonisht bëhet gjatë dimrit edhe në orët e pikut. Ndërsa na kena pas me marrë çmimin 85 euro për megawatt blanko gjatë krejt kohës, cilin shumicën e kohës pra t'ja merr sot 30 euro për megawatt. Kjo do të thonë është skandaloze. Sinqerisht është qetësues fakti. Unë kam prit që këta kanë me dalë me kërku falje për gabimin tragjik që i kanë bërë Kosovës. Qytetari po e vuni pa aftësi tyne. Unë e kuptoj që këta kanë bërë kalkulime puro politike, kur ja pa të shplaz një kamion që mërë Ministrit Ekonomisë Bleran Stavilecit para ministrisë. E kuptoj sepse keni qenë opozit, për momentin kur e keni marrë pushtetin në 2019, ju e keni shput marrëveshjen, i keni pagu dhe 20 milion euro dëm për qeverisë Kosovës, duke thonë që kjo është dëmi minimal për ato që ka pas. Nuk i keni zëvendësuar kapacitetet.